Një atmosferë elektrizuese, një ndeshje me emocione të ralla dhe një fitore që te kalon futbolin. Kështu përshkruhet përballja e mbrëmshme në pazarin e ri ku skuadra vendase e Novi Pazarit mposhti gigantin serb Partizanin e Beogradit me rezultatin 2-1 në kuadër të javës së 34 të Superligës Serbe. Dhe një ndeshje që kishte pa shpesh sportive, sa edhe simbolik, stadiumi i Novi Pazarit u shndërrua në një arenë ku bashkohej futbolli, krenaria kombëtare dhe rezistenca e një komuniteti që ka luftuar gjithmonë për të ruajtur identitetin e vet. Kjo ishte më shumë se sa një ndeshje futbolli, ishte një sfidë mes historisë dhe të tashmes, mes atyre që ende ushqejnë urrëtitjen dhe atyre që u përgjigjen me dinitet, pasion dhe krenari. Atmosfera u ndez në momentin kur tifozët vendas, të mbështetur gjerësisht nga komuniteti shqiptar dhe bosnjak i Pazarit të Ri, shpërthyen në kore që i jehuan fort në stadium. Nuk do ta mbetin kurrë më Kosovën. Pamjet u publikuan nga aktivistja shqiptare Amina Nurai, e cila shoqëroi videon me një mesazh domethënës për të gjithë ata që kujtojnë plagët e së kaluarës dhe shpresojnë për një të ardhme më të drejtë dhe më të barabartë. Koret e tifozëve të Novi Pazarit nuk ishin thjesht një kundër përgjigje ndaj thirrjeve të njohura raciste të tifozëve të Partizanit të Beogradit, por një shpërthim i grumbulluar prej vitesh, një zej fort që tregon se identiteti shqiptar dhe i bosnjak në Sanxhak nuk është i harruar, nuk është i shuar, përkundrazi është më i fortë se kurrë. Ndeshja vetë ishte spektakolare. Novi Pazari shënoi 2 gole të shpejt në pjesën e parë, duke çuar në delir tifozët që e kishin mbushur stadiumin deri në maksimum. Partizani u përpoq të rikthejë në lojë duke shënuar 1 gol në minutat e fundit, por ishte tepër vonë. Fitoria 2-1 i dha Novi Pazarit jo vetëm 3 pikë të arta, që i mbaj shpresat gjallë për një vend në kompeticionet europiane, por edhe një fitore morale që do të mbetet gjatë në kujtesën e qytetit dhe mbar kombit shqiptar. Kjo ishte më shumë se një sukses sportiv, ishte një mesazh i qartë për të gjithë ata që mendojnë se dhuna, urrëtia dhe përbullja mund të mbizotërojnë. Të rinjtë të Novi Pazarit me këngë, me zemër dhe pasion, treguan se edhe në kampionat që shpesh i kthen shpinën barazis, ata janë gati të ngrihen e të bëjnë zërin e tyre të dëgjohet. Në fund, fitoria ndaj Partizanit ishte një fest, jo vetëm për 3 pikë, por për frymën që ngjalli. Ishte një ditë e madhe për shqiptarët e Sanxhakut, për ata që jetojnë në tokat e tyre me krenari, edhe kur përballen me padrejtësi. Një fitore që u ndje nga Pazari i Ri deri në Prishtinë, Shkup e Tiranë, si një zëj përbashkët që thotë ne jemi këtu dhe nuk harrojmë.